Mandaj ata nuk është se nuk dinin ti bënin këto rrobat, por duhet patjetër të ishin të përkisnin këtij lloj niveli. Dhe ne kemi frymëzuar botën e modës me rrobat tona, domethënë të gjithë dizajnet, çfarë shef nga Zara, nga këto firmat e mëdha, janë frymëzuar nga rrobat tona popullore, që ne i themi thjesht rroba popullore, por janë me mesazhe kozmike përtej këtij niveli. Tani ka pasur individ edhe këtu në Shqipëri, të cilët kanë bërë këtë lloj lëvizje edhe fizike, mbase jo fiks me njëherë me trup, por të paktën po përmend një rast kështu në kohën. Si fizike? Po, domethënë kanë mundur të zhduken edhe fizikisht, por që ti jo më kot përmenda civilizimin druide dhe indian, sepse po sigurisht edhe ne, që përpara se të përdorej paraja, njeriu ishte më fleksibël ndaj këtyre fenomeneve dhe kishte më shumë aftësi që të shkëputej realisht nga ky nivel, nga kjo botë, sepse ti nuk duhet të jesh i lidhur me gjërat materiale që të arrish në gjërat shpirtërore. Nuk mundesh, domethënë të jesh edhe i pasur edhe të fluturosh në një dimension tjetër, nuk e bën dot sepse je i lidhur shumë me materjen. Përkundrazi ndodh që ata që arrin në nivelin material kanë dëshirë pastaj që të kthehen nivelit shpirtëror dhe kryesisht kanë shpikur tani këto spiritualizmat që janë shumë falso dhe nuk janë fare të ndjerë. Dhe kurse një njeri shpirtëror e ka shumë të thjeshtë të arrijë materjen se sa ai që domethënë është atje dhe do të kthehet pas në kohë. Është e pamundur pastaj, shumë e vështirë. Pasi e ke shitur shpirtin gjithkohën, është shumë e pamundur që ti ta rimarrësh dhe të arrish në ato nivele frekuencash të larta. Steve Jobs është një nga ata fenomene, ose më saktë, një nga ata njerëz që e vërteton shumë mirë këtë. Që arriti, domethënë, deri aty kulmin e çdo gjëje dhe nuk arriti dot që të shëronte veten. Të shpëtonte veten. Dhe ka shumë raste në fakt të tilla. Po sigurisht, sepse ti e ke shitur, domethënë, çdo gjë që ti bën për të arritur një materie, ti duke dhënë diçka nga vetja dhe sa më shumë ta paksosh, ta varfërosh të shpirt, aq më do të shfaqen domethënë në forma sëmundjesh apo sa më shumë ta shtypësh ti shpirtin, më shumë pasoja do kesh fizikisht.